folëm për Kurtin, se akoma ande nuk kemi ndonjë reagim. Po këtë pyetje duhet t'ia bëni Kurtit drejt për drejt më mirë ose bashkëpunëtorëve të tij që i ka shumë takim. Është i zënë me fushat, kështu që po ka bashkëpunëtor në Tiranë, ka analizë dhe profesorë që mund t'i drejtoheni atje. Përderisa Kosova është një shtet, e kam thënë edhe një herë tjetër, unë e lej në qetësinë e saj, në rrëmujën e saj duke mos futur hundët atje, kur unë nuk jetoj. Jetoj në Maqedoni, pra për 25 vitesh, familja ime është shtetëse e këtij shtetit, dhe më lind detyrimi përderisa paguaj edhe tatim taksë këtu, të reagoj për një të drejtë të djalit tim, të bashortit time, për një të drejtë që më takon dhe mua. Për ta mbyllur, mendoni që gjithë situatë Mickovski po e ngre stekën lart duke mobilizuar edhe opinionin e nacionalistët për një palë zgjedhje në vjesht, së pari dhe së dyti, po BDI-ja ku është në gjithë këtë? Sepse Ali Ahmeti ka thënë që po doli nuk kthehet më. Në qoftë se do Ali Ahmeti, duhet të jemi drejt për drejt. Jo se është më i miri, se bukuria s'ka fund dhe e keqja s'ka fund, e mira s'ka fund. Pra, por nëse do Ali Ahmeti e shkatëron e shpërbën në qeverinë vlen vëmëro, ky është mendimi im, duke ditur që Izeti quhet si fëmijë i vogël i Ali Ahmetit dhe janë ato kanalet diplomatike, duke ditur që kanalet janë edhe politike edhe me zotin Bilal Kasami dhe po doj Ali Ahmeti e bën e ç'bën brenda 24 orëve, duhet i themi gjërat, jo se është i fortë, ka fuqi, ka trim, jo, ka autoritetin e tij sepse këta janë klyshat e BDI-s, këta nuk erdhën nga PDSH-ja, këta erdhën nga BDI-ja. Dhe Izeti dhe Bilal Kasami janë të BDI-s. Kanë qenë kandidat për deputet Bilali i BDI-s, ka qenë sekretar ministrie të BDI-s, Izeti nënkryetari i BDI-s, Izeti shan BDI, kur ai deri para 3 vitesh ishte vetë antar i kryesisë nënkryetar, deputet i BDI-s, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, pra nuk mundet 20 vite të shajnë ku ti ke qenë pjesëtar. Pra po flitin për plan Prishtit që janë larguar nga shtëpia. Po, pra, nëse do Ali Ahmeti e shpërbën dhe Vlenin, edhe pse Vleni nuk ekziston si parti, është si koalicion dhe asnjë nuk do të funksionojë si një parti e vetme. Por zoti Bilali Kasami do ruaj besën e tij me burin në xhep, Izeti do ruaj partinë e tij, ai tjetri do ruaj alternativën, por do kenë koalicion blank. Këtë po ju them sot dhe mbajini mend, mos ja 8 viteve tjera prapë nëse të bëni pyetje, asnjë s'ka për të bërë blank si parti, por si koalicion po. Lidhet interesa të ndryshme, ekonomike, përfitimi se ku janë partitë vetme të ndara përfitojnë fonde nga shteti, nga qeveria, ndërsa kur një parti nuk fitojnë shumë fonde, a pastaj ke fondet e partive dini, ka keq përdorime, ka përfitime. Por, dhe njerë nëse do Ali Ahmeti e shpërbën Vlenin, ai ndoshta e lën se e kanë hapin këta Maqedona si t'i bëjnë dëm shqiptarëve, e lën derisa të mësojnë shqiptarë se kush duhet t'u udhëheqë politikisht dhe si arrihet një avancim, për shembull, siç e thash, neve arritëm kryetarin e parlamentit ta kemi dhe e kemi sot i kësaj dite, arritëm kryeministër kemi, që përsëri duke njohur mentalitetin këtu dhe egërsinë e Maqedonës dhe butësinë dhe pa forcën e shqiptarëve të Maqedonisë, domethënë s'kam forcë, i kemi arritur shumë për 20 vjet, tash duke patur parashyrje nga brenda, jo nga jashtë. Sepse shqiptarët e Maqedonisë nuk janë një lloj si shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarët në Kosovë. Ta nuk e kanë njohur erën liri. Ta nuk e dinë ç'është demokracia, si gjithmonë kanë qenë dhe janë të shtypur. Nuk e shikoni për një provim, gjuha e shtetit thotë dhe tregon forcë. Jo, asnjëherë gjuha jote nuk ekziston, thotë. Llogarit të ofendojnë gjuhën, identitetin, ekzistencën tënde si kom. Flasin për një kom 10 milion. Një kom 1 milion ta poshtron. Dhe ti rri, Edi Rama rri flet gjuhë. Ai Ferit Hoxha, kush e di se ku është aty me serbat i bie kitarë dhe pinë i gotragi. Çfarë them unë tani? Përderisa ata tanët u reagojnë, çfarë bëjmë neve? Po urojmë ndasë ata shqiptarët në Shqipëri ndërgjegjësohen, bëjnë një rotacion qeveritar, se po vazhdojnë tru me këta, me Feritat, edhe me Rama do pësoni dhe me Ballukat dhe si doni ju ata, do shkoj edhe me tragjikisht, se duhet dim që shqiptarët e Maqedonisë, po dhe Kosovës, e mbajnë turizmin në Shqipëri. Këta janë ata turistët e detit që e mbajnë ekonomikisht. Pa folur që ditë shtunë e ditë dile vinë në Shqipëri, në Tiranë, Durrës, lejnë shpenzimin atje. Pra duhet shikoni dhanë ekonomike që shqiptarët e Maqedonisë janë një forcë ekonomike në Shqipëri, japin një shtytje, ja rreth 1 milion. Dhe ashtu po dhe shqiptarët e Kosovës janë rreth 2 milion, sepse bëjnë plazhin ose turizmin patriotik se mund. Prandaj them që duhet të jemi të kujdesshëm dhe ti përkrajmë këta. Zoti Valla, pa mbyllim atë që u that pak më lart, më mirë se kjo do të tjetër që jemi 10 milion edhe këtë duhet kemi parasysh ne dhe të gjithë. Unë falenderoj shumë për bisedën edhe për çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve.